Jemi sërish bashkë në transmetim direkt, një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak minuta më parë. Mediat raportojnë se është ndarë nga jeta në moshën 40 vjeçare Shpat Kasapi, një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Lajmi konfirmohet edhe nga burime të afërta me artistin. Si fillimisht këtë lajm e kanë bërë me dije mediat në Maqedoninë e Veriut, ku thuhet se këngëtari i mirë njohur Shpat Kasapi ka pësuar arrest kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Unë kam në një lidhje direkte në këto momente gazetarin e njohur Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje. Përshëndetje, Fjore. Një lajm vërtet i trisht, ky i ndarjes nga jeta të Shpat Kasapit. Po, duket se në orët e hershme të mëngjesit në Itali, këngëtari Shpat Kasapi ka pas një sulm pra në zemër, gjë që i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershëm dhe pa mundësinë qoftë të familjes, qoftë të mjekëve për të reaguar dhe për të shpëtuar jetën e tij. Kujtojmë që Shpati qysh moshën 18 vjeçare u fut në tregun shqiptar, pra dhe bëri bomë njëherë si një prej emrave të ri më premtues në skenën e muzikës shqiptare. Ai ishte edhe pjesëmarrës në festivale të ndryshme në Shqipëri dhe në Kosovë dhe ishte një prej artistëve më dashur të muzikës shqipe ku jeton shqiptarët. Në këtë kuptim vdekja e tij e hershme padyshim se është një humbje e madhe fillimisht për familjen e tij, për shoqërinë, mirë po edhe për si thua për gjithë mjedisin artistik shqiptar ku në Shqipëri. Sigurisht i trisht edhe i papritur në kuptimin që sipas informacioneve Shpati nuk është se kishte treguar shenja të ndonjë smundje, kështu që sulmi ka qenë vërtet i papritur edhe nuk ka dhënë mundësi të reagimit. Dhe në këtë mënyrë Shpati ka pësuar një arrest kardiak, i cili për fat të keq ka rezultuar fatal. Mirë po, të kujtojmë që Shpati ka lënë një pasuri të madhe të pas, do thot, në aspektin e kulturor, në kuptimin që këngët e tij e mbajnë gjallë gjithmonë atë dhe emrin e tij. Faton, edhe njerë i shprejmë ngushëllimet familjarëve, miqve, dashamirësve të Shpat Kasapit. Do të kemi edhe lidhje të tjera për gjatë ditës së sotme. Është një lajm vërtet i trisht që ka shokuar opinionin publik, edhe për ne gazetarët që jemi në transmetim direkt nuk është e lehtë përcjellja e lajmeve të tilla, aq më tepër kur bëhet fjalë për persona kaq të dashur për publikun shqiptar. Ndërkohë, do të kalojmë tek një tjetër ngjarje e rëndë e 2 viteve më parë, ku është ndarë nga jeta Liridona Ademaj. Një ngjarje që ka tronditur gjithë botën shqiptare. Prej 2 vitesh Naim Murseli, i dyshuari kryesor i kësaj ngjarjeje dhe njëkohësisht bashkëshorti i Liridona Ademaj, mbahet në qelin, ndërkohë që detaje të tjera tronditëse kanë dalë ditët e fundit në lidhje me këtë vrasje. Po, të kujtojmë fillimisht që Liridona është vrarë me 29 nëntor të vitit 2023. Dhe në seancën e fundit që është mbajt para 3 ditësh ishte leximi nga ana prokurorës Javonka pra që e lexoi në mungesë të babait, të prezencës së babait të Naimit pra Çabanit, i cili është në Suedi dhe kishte dërguar një email zyrtar në prokurori që nuk mund të ishte, dhe gjyqtarja e lexoi dëshminë e tij që kishte dhënë me 6 dhjetor të vitit 2023, pra vetëm 7 ditë pasi Liridona kishte ndruar jetë. Dhe aty kanë dalë detaje tronditëse. Aty babai i tij thotë që Naimi vetëm konflikt që e kishte pasur me Kanunin. Kujtojmë që Kanuni është djali i hallës së tij. Dhe thuhet që Naimi kishte pasur një lidhje jashtëmartësore me gruan e tij, me Bjondinën. Gjë që e thot vetë Çabani. Dhe këtu si thuhet ka qenë zanafilla e konfliktit dhe mes Liridonës edhe Naimit. Dhe sepse Liridona kishte kuptuar këtë gjë, këtë lidhje jashtëmartësore kishte pranuar, mirë, po Naimi i kishte premtuar që kjo vetëm ka qenë një diçka si thuash një lloj si ta themi një lloj flirti, mirë po asgjë më tepër, dhe thjesht më nuk do të vazhdoj dhe për hir të fëmijëve do të qëndronin bashkë. Edhe një detaj tjetër që doli shumë interesant në këtë seancë ishte që prokuroria paraqiti pra fakti që Naimi kishte borxhe vetëm zyrtare që i kishte në për kompani të ndryshme dikun shifrën në €500.000. Pra dikun saktësisht 475.000 i kishte borxh
do thot, është vetëm zyrtare, pa përfshirë njerëz të privat të cilët mund t'i kenë. Dhe kjo thuhet që ka qenë një motiv jashtëzakonisht i madh që e ka shtyrë Naimin për të orkestruar vrasjen, sepse ai nga siguracioni i Liridonës që i kishte bërë në vitin 2022, do të fitonte dikon 280.000 euro, pra 3 milion krona që i bie afërsisht 300.000 euro, 280 diçka mijë euro saktësisht. Këtë kuptim, sipas prokurorisë, këtu janë dy arsyet kryesore që e kanë çuar Naimin drejt organizimit, orkestrimit të vrasjeve. Kanë dalë disa mesazhe të cilat janë kryer prej 23 nëntor deri me 29 nëntor, pra për 6 ditë rresht. Me atë që ka goditur. Mes Naimit edhe Granit Plavës, që Granit Plava është pra i dëshuari kryesor për vrasjen, dhe brenda atyre 6 ditëve kanë pas komunikime të shpeshta. Pikërisht Naimi ditën kur Liridona dikun 40 minuta para se të vritej, i ka dërguar një mesazh edhe i ka thënë që shoku kjo vrasje duhet kryhet. Kjo punë, tha konkretisht, kjo punë duhet kryhet sot, sepse kanë shkuar në një restoran në Çagllavic, edhe aty në Graçanic, vërtet, edhe aty fillimisht kishte hyrë Granit Plava, pastaj ka hyrë Naimi me Liridonën dhe me dy fëmijët e tyre dhe kanë ndarkuar aty. Dhe si thuhet, ishte darka e fundit e Liridonës me vrasje. Vetëm pas 40 minuta pas asaj darke, Liridona do të vdeste nga njeriu me cilin ajo po ngrënte darkën e fundit. Aty ka qëndruar edhe janë edhe kamerat e sekustruar nga ana e policisë, ku shihet edhe Granit Plava i cili hyn i pari. Hyn në vërtet pas Liridonës dhe Naimit, mirë po e paguan, ai e pe vetëm një kafe, e paguan kafen edhe del, edhe e prit Naimin, i cili i dërgon një mesazh dhe i thotë që puna duhet kryhet sëmë. Puna duhet kryhet. Dhe pastaj kur është afruar Liridona me Naimin në vendin ku tashmë është kryer vrasja, Naimi ja bën me drita Granit Plavës që të vije, sepse i tregon edhe në momentin kur afrohet Graniti afrohet tek dritarja ku ka qëndruar Liridona, aty edhe e gjun me vetëm një plomb. Liridona instinktivisht, dhe për mua Fiori kjo është momenti më emocional gjithë këtë histori, sepse Liridona në momentin kur i afrohet vrasje dhe do të ta qelloj, ajo instinktivisht e ngrit krahët për të mbrojtur, dhe Naimi është ai që e bën të mbërthyr dhe ai e qellon. Pastaj ky i merr dy fëmijët dhe largohet dhe shkon afër një marketi aty ku i thotë që ma kanë vrarë gruan e tjerë duke u shtirë. Mirë, po të kujtojmë që Naimi vetëm pas asaj note shkon në një prej restorante kryesor në Prishtinë, ha darkë, edhe sikur mos kishte ndodhur asgjë, sikur të festonte vdekjen e Liridonës, edhe kështu që mirë po policia. Edhe një informacion tjetër, policia e di se ka zbulu vrasjen. Policia ka zbulu vrasjen kështu, në momentin vendi ku ka ndodhur krimi, policia ka shku dhe ka vendos kamera. Ka vendos kamera. Dhe sepse është në instinktin e vrasjes për të kthyer vendin e krimit. Dhe Granit Plava kthehet në vendin e krimit. Dhe policia e sheh që është kthyer Granit Plava, të cilën e ndjek si i dyshuar fillimisht kryesor. Dhe kur e ndjek Granit Plavën policia, edhe aty shihet edhe Naimi, pra në vendin ku ka ndodhur prap. Dhe policia në bazë kësaj kanë rënë gjurmë të para dhe e arrestojnë. Mirë po sipas informacioneve që kam, fillimisht Granit Plava kishte pranuar që është vrasje dhe kishte thënë që 30.000 euro ka dhënë Naimi. Policia e ka ditur që është Naimi organizatori, mirë po nuk e kanë arrestuar të nesërmen paradite sepse kanë lejuar që të kryhet ceremonia martore. Menjëherë pas ceremonisë martore kanë arrestuar dhe pastaj është dhënë dëshmia e babait të tij Shabonit, e cila u lexu në gjykatë dhe ku dalin disa prap detaj të rëndësishme që i cekëm më herët për lidhjen jashtëmartësore të Naimit me gruan e djalit të hallës së tij, edhe borxhet të cilët ai kishte dikon mbi shumën e 500.000 eurove. Dhe do të kalojmë tek një tjetër moment. Prishtina është thuajse e paralizuar sepse tashmë nuk ofron më transportin publik, pasi qeveria mban peng pagesat. Këtë lajm e ka dhënë edhe kryetari i komunës Prishtinës, zoti Përparim Rama. Çfarë po ndodh?
Prishtinë fillimisht kujtojmë që përparim Roma në gjatë fushatës premtoi që transporti publik do të ishte falar për studentët, për mësuesit dhe për një pjesë të njerëzve të cilët ata i lirej prej pagesave. Sigurisht kjo e ka dëmtuar buxhetin kuptimin që këto mjete duhet të inkasohen nga tyrat vetanoke të buxhetit. Mirë po meqense buxheti i Prishtinës, i Gjilanit dhe i Zubin Potukut nuk është miratuar, kjo e ka bërë pamundur që të ketë mjete. Edhe tash tupin qeveria po e gjun te niveli lokal të qeveria, por është një detaj tjetër që me qenë se nuk është miratu buxheti për shkak se opozita nuk mori pjesë në seancën, Komuna Prishtinës ka bërë një kërkesë që thesarit të lejojë disa mjete për të shkuar. Qeveria thuhet që i kanë leju këto mjete përmes thesarit, mirë po thuhet që zyrtarët e nivelit që kanë Prishtinë nuk kanë pranuar se kanë thënë që ka mbaruar orari. Flasim për premten e kaluar dhe se ne do të jemi tonën. Mirë po që tonën pastaj ka ndryshuar gjithë variacionin, vazhdon të hudhin sa njëra, sa tjetra topit me njëra tjetër. Mirë po ideja që Prishtina, se me qenë se ne jetojmë aty, është vërtet është bllokuar, është një kaos i madh, sepse njerëz në mungesë të transportit publik po përdorin vetura. Edhe kështu që duke ditur se komunikacioni ashtu ka qenë i dendur, tashmë është bërë i tmerrshëm. Dhe nuk dihet deri kur do të zgjidhet kjo çështje. Mirë po unë besoj që me qenë se nuk ka, tashmë edhe zyrtarisht presidentja ka shpërbër kuvendin, kështu që mundësia për ta miratuar buxhetin është e pamundur. E vetmja mundësi përdor nga si kjo është që mjetët të cilat i ka kërkuar komuna përmes thesarit të jepen, të lëshohen ato mjete, në mënyrë që të bën pagesat tek operatorët e transportit publik dhe pastaj filloj qarkullimi normal. Për ndryshe, gjendja mund të jetë kështu jo me javë, po dhe me muaj mund shkoj. Sepse ne të kujtojmë që në fund të vitit tashmë kemi zgjedhjet, imagjinar derisa të kryhen ato procedura, marrën seancat e tjera, kështu që mund të futemi në den 3 mujorin e parë të vitit me këtë problem. Dhe Radio Televizioni i Kosovës po përballet me të tjera probleme, sidomos me pagesat, ka qenë një dalje pazakont e gazetarëve. Ne kemi thënë Fiori, se ne kemi parashikuar ka thënë që këtë do të jetë dimri vetëmisë madhe. Tashmë vetëm kanë filluar të dalin si thua problemet. Është pas pak fillimisht ishte Radio Televizioni i Kosovës, i cili do thotë mjetët i merr nga qeveria, nga buxheti, mirë po meqense nuk është miratuar buxheti, është e pamundur që këto paga të dalin. Tjetra është transporti publik dhe tashmë nëse vazhdon kjo gjendje Kosova mund të futet një kolaps kuptimin që edhe 80.000 shërbys nivel të cilët marrin paga nga buxheti i Kosovës mund të mbesin pa paga, kështu që do të futemi në një kaos të vërtetë. Shto këto faktin që për tashmë që janë zgjedhjet, mërgata pritet më të madhe që të vinë në Kosovë, dhe secili nga ata kanë nga një shtëpi, do të ketë konsum më të madh të energjisë elektrike. Dhe është shumë e vështirë që Kosova me këtë buxhet të pamiratuar të ketë fuqi për blerë nga Shqipëria ose nga diku tjetër, dhe mund të futim në një krizë energjetike, unë parashikoj një krizë energjetike në fund të këtij vitit. Të falenderoj shumë, Faton, për të gjitha informacionet dhe detajet që ndave me ne këtë mëngjes. Faleminderit juve. Gjithmonë i mirë pritur, ditë të mbar, kalojmë në publicitet.